Do të shikojmë bashkë edhe realizimin e 2 projekteve të Fondit Zhvillimit të Rajoneve. Janë realizuar në Razëm edhe në Tamar. Në Tamar ka përfunduar, në Razëm do të jetë në përfundim e sipër dhe më vjen shumë mirë që kohët e fundit Fondi Zhvillimit të Rajoneve ka miratuar një vendim për një projekt madhor për këtë bashki, për qendrën e Koplikut, duke filluar nga këtu deri e pam gjithë rrugën deri ku ka qenë bashkia vjetër, si që thonë, dhe që jep një frymarrje dhe një fizionomi tjetër këtij qyteti, përfshin kanalizimet, hapësira publike më shumë për qytetarët, gjelbërimin, ndriçimin, duke i dhënë gjallëri edhe duke nxitur edhe zhvillimin ekonomik të kësaj bashkie. Fondi për këtë projekt është 208 milion lek, ndërkohë që them që i bashkohet edhe projekteve të tjera të rilindjes urbane në këtë bashki, duke i zgjeruar apo duke i bërë më të bukura gjitha potencialet natyrore që kjo bashki ka. Me Razmën, me Thethin, me Vermoshin, them që ka potenciale të jashtëzakonshme dhe çdo investim këtu ndikon shumë në rritjen e zhvillimit ekonomik të zonës, në tërheqjen e turistëve, sa më shumë. Doja ta falenderoja kryetarin e bashkisë për bashkëpunimin, për projektet cilësore dhe në fakt i uroja punë të mbar edhe për projektet e reja që fillojnë edhe implementohen në këtë bashki, duke i garantuar bashkëpunim të vazhdueshëm nga Ministria e Zhvillimit Urban. Kryetari përmendi që shumë shpejt fillon puna për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Malësi e Madhe. Vjen shumë mirë që projekti i decentralizimit dhe qeverisjes vendore mbështetur nga ambasada zvicerane po na mbështet për hartimin e planit përgjithshëm vendor, ju përgjigj pozitivisht ftesës që ne si ministri bëm për donatorët për të na mbështetur. Puna do të fillojë shumë shpejt, marrëveshja është lidhur brenda këtij muaji, përfundojnë gjithë procedurat dhe në fakt bashkia ka një përgjegjësi goxha të madhe se janë këta stafi i bashkisë që do ta hartojë planin. Studioja që do të përzgjidhet sipas standardeve dhe parametrave ndërkombëtar, duke dashur që vërtet të bëhet në një kohë rekord ky plan, për të nxjerrë më shumë në pa gjithë potencialet që kjo zonë ka, për të ndikuar në zhvillimin ekonomik, për që një garanci më shumë edhe për investitorët, edhe për qofshin këta vendas apo të huaj. Them që bashkëpunimi do të vazhdojë, fal marrëdhënies shumë të mirë që kemi, kërkojmë vërtet që bashkia Malësisë Madhe të ketë një zhvillim më të madh